Unë edhe në fillim, çdo vendim që merr gjykata unë pajtoj edhe kështu që pajtoj. Çdo vendim që merr gjykata pajtoj, kështu është vendimi i gjyqtarit, unë pajtoj me gjyqtarin, me gjykatën, 4 muaj burg efektiv. Kjo është mirë që të mbledhë me gjithë ata të tjerë që kanë kujdes në rrjetet sociale, mos fyjnë, mos shkruajnë pa lidhje, edhe mos shkruajnë pa fakt, nëse s'ka fakt argumente pse më fyjnë një njerëz apo një person pa nevojë. Kështu që për mua unë pajtoj, thashë në fillim, pajtoj me gjyqtarin që dha 4 muaj burg efektiv, ti zotnis, edhe inshallah të tjerë të mbledhin me edhe nuk fyjnë më njerëzit apo qytetarë nuk fyjnë. Po, kam edhe dikon një 16-17 që e kum bil pa di, bashkë me Halimin, që advokati që më autorizu, po ka të tjerë, këmë thonë, ka nga qytetet ndryshme dhe nga komunat ndryshme ka të tjerë, të cilë këmë bil pa di. Shumica jenë për tyne jashtë vendi, që punojnë në Gjermani, në Zvicër, shumica jenë jashtë vendi. Po, këtë lenë me dyshu edhe me vërtetu fakt që kjo njeri e ka ndi vetën fajtor, e ka ndi vetën shumë keq, që ka tash po tajtë në pozicion di, që s'ka mund të më vardaj se ka ndi vetën fajtor edhe ka ditë përgjithësinë e vetës çfarë ka, edhe s'ka arë sot këtu në seancë. Mu vjen keq pas pori për djemëve tina, që do djemë ti që më kanë thënë telefonin, më kanë shkru, më kanë emru që kanë kërku folje, ka keq, po kur ka babën të ati tipi, ma mirë baba mos më ju kërku jashtë se është tur për atë plak, po thon plak se më 7 vjeçare me çuni jetë keq e familjes djemëve sene, e mos më qyre punë të vetë. Ai është në Ravesu në Skënderaj, ai mua s'u kum një, as baba as babgjysh, as punë personalisht s'u një. Kështu që çka do të thonë një njeri i keq e bën të losha familjen në rrethin. Kështu që më vjen keq për djemët tina mas pari. Para të plakës më vjen keq fare. Jo. Për to s'u vjen keq hiç. Ai ka marrë ato çka meriton, ndoshta është dosh më shumë, po unë pajtoj me gjyqtarin ato çka ka bërë sot gjykata ndërmjet, unë pajtoj çdo sa. Jo, nuk kemi dyshime dhe ditë kemi potencu, por ka qenë kërkesë e jonja për faktin se i njëjti është i moshuar dhe përdorimin e pajisjeve nuk e kemi ditë sa ka mund këtë i përdor prej rrjetit social që është kërcënuar zoti Gucati. Mirë pas se gjykata dha verdiktin e vet, cilin e presim edhe në formë të shkruar dhe ne do të përgjigjemi në kuadër të ligjit me mjetet tona juridike në raport me drejtën pasurore juridike sa i përket dëmit që i ka shkaktuar zoti Gucati dhe familjes tij.